i të madh është ish i dashuri i Brikenës. 3 vite më parë ka patur një raport me të që ka qenë dhe ndarja ka ardhur jo prej dëshirës së tyre, por për shkak të disa rrethanave. Ore, qa thënë këta? Ishi i Brikenës që miku këtu, Mateo. Ky ish përputhën duket, mos gaboj, ka qenë përputhën atë kepi tundimi, nuk mbaj mend se ku ka qenë në një vend. Se tash po më duket Ledioni sikur është me Gipojani, me thënë drejtën. Sikur po prezanton përputhën. Po nesër i muhabet. Fut Kesi, fut Stelina, tash i fut dhe gjë tjetri tashin. Po nuk është këtu muhabeti. Muhabeti është shikojeni ku është muhabeti. Në Big Brother i komplet single. Nuk kam pas asnjëherë lidhje. Djali im ideal normalisht është shqiptar. Tash ose është një puç produksioni, ose është një puç strategjie, ose është një gjë që nuk e dim neve, po qomi qesha ka thënë kur hyri që hyri single në Big Brother, s'kam pas lidhje asnjëherë, thotë që, tash i doli që pas ka pas. Nuk e di tashin. Ngelet për të parë. Unë e di që Briki edhe se me që këso di, se ta gjima jo. Gjima jo, për shamu, mos të ketë një lidhje, mos të ketë pas një lidhje. Në e qa.